General Lahi Ibrahimaj, një histori e skalitur mes dhimbjes dhe krenaris. Plagët që mbart nuk janë vetëm të luftës, por të një kohe që kërkoi gjithçka, edhe familjen. Megjithatë, ai mbeti në këmbë, si dëshmi e një shpirti që nuk u thye dhe e një ideali që jeton ende. Kjo është historia e një njeriu që zgjodhi të qëndroj kur gjithçka tjetër rrëzohej, një rrëfim përtej fjalëve. Unë kam nderin që sot me mua është General Lahi Ibrahimaj. General, faleminderit që na pritet fillimisht. Kënaqësi, mirë se erdhë. Mirë se u gjej. Në traditën e shqiptarëve, oda është e Zotit dhe e mikut, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për mikpritjen. Atëherë, apo më tregon ato fillimet e para të organizimit juaj, në fshatin e juaj? Po, 9 mars, vitit 93, forcat serbe në krye me ish policin Milutin Nevesh, i cili është vrarë gjatë luftës, me një ekspedit kishë mësy Jablanicës, siç ka qenë traditën e tyre, në për çdo fshat, 3 polic, 5 polic, me bokërdi që kanë bo. Në hyrjet e fshatit, ndaluin Sadri Zanelin dhe disa bashkëfetar për të legjitimuar. Sadri Zaneli, kur i kërkohet letër njoftimi, i thotë Milutinit, thotë kush jeti më mlyp letër njoftim, thotë nëse duhej ashtu unë do duhej m'ja lyp ju letër njoftimin. Fillon një kacafytje, i bashkangjiten shumë bashkëfetar dhe i qarmatosin polic. Milutin Parasheviqi kthehet mbrapa, i turpruar me porosin se keni me pa kush është Serbia ashtu. Me datën 12 mars, vini njësi me përforcime dhe po prapë në hyrjet e fshatit, në farë forme provojnë me vjedh, veç me thy mitin, ashtu. Do më thënë kthehet për me u hakmerë në farë forme. Po, gjatë rrugës ata bojnë vlerësimet që nuk kanë me kalu mirë dhe në hyrjet e fshatit provojnë me kindapu një bashkëfetar Halil Zanelin dhe mu largu ashtu vetëm me thonë se na hi me murëm. Na vetëm kishim fillu një lloj kujdestarie fshati, tërë fshatri, dhe aty të Zabeli me armë tjeshta atër që kishin dikush një pushk italiane, dikush një pushk vetije, me qa kishin një rrethojnë forcat policore, edhe aty jenë disa plesh që kanë rrë dakord fillimisht me shku plesht, edhe atër rath, Hajden Ahmeti, Tahir Sylla, Lilian Uzi, Qazim Brahimaj, disa të rrehe me policinë ashtu dhe prapë se prapë nxerrin Halilin nga vetura Pizgaveri tyne, Qerim Zaneli, shumë djemë të fshatit, po thuj si çdo shtëpi ka pasë, kanë qenë tani dëshmorët Sadri Zaneli, Mir Zaneli, Nasser Brahimaj, Agim Zaneli, shumë njerëz dhe i kthejnë pra forcat e trupnuara, forcat serbe. Për herën e dytë tash? Po, hera dytë, dhe prej asaj dite deri në çlirim, në 3 hyrjet e fshatit ka pas kujdestari 24 orë. 24 orë. I tërë fshati, burr, mbi 18 deri në 70 vjet kanë kujdestaru 24 orë. Dhe çdo kush që hi e o dalë legjitimu. Të kush që ka shkon tranzit, cila do kohë. Prej asaj kohë, pastaj Nazmi Ibrahimaj vjen në vllai jam i tretë nga Zvicra, me porosi prej Ramosh Radinit të Ali Ahmetit, a keni nevojë për ndihmë, a doni armë, a doni edhe na marrim një takim në Odë. Prezent kanë qenë Sadri Zaneli, Mir Zaneli, Gjavad Zaneli, Selim Ademi, Sokol Smali, Hisen Ibrahimi dhe bim dakord dhe në shtator të vitit 94 vinë armë të para, një kontingent ashtu prej Zvicrë, të cilat i sjell vllai Nazmia me makinë, ishin 3 pushka automatike tipit Kalashnikov, 3 snajper, 1 mitralez, dhe formohet njësi i pari ushtrisë ligjore të Kosovës në Dugazhen. Nëse mundem, qysh ja ka dalë mi sjell armë prej Zvicrës? Kishin bo një bunker në vetur, si sa da kujtoj ka qenë një Peugeot tipit vjetër,
i bojnë një bunker për fundi makinës edhe i maskuajnë ashtu armë dhe kanë ardhur udhtim që kanë udhtu shqiptarë në atë kohë në mënyrë të rregullt. Deri këtu në Jabllanicë, unë e kom hapë bunkerin, i kom zerë armët, e kom mbyll bunkerin që prapë këta me vazhdu për Zvicrën. Pastaj edhe një herë në Zminja ka prunë edhe një herë të narkuar kështu, armët e para kështu kanë ardhur prej Zvicrë, dhe njësiti por që është për mu, ka qenë do të i përbon prej Sadri Zenelit, Myrt Zenelit, Hysen Ibrahimit, Selim Ademit, unë Nazminja, Luan Haradinaj, pastaj Luan Haradinaj ka boni në njësitin e vetë, në Gullazhan, dhe që të cili këti njësiti ka pas të drejt të bëjnë në njësitet treshe, penshe, ashtu, dhe politikat e UÇK-s kanë qenë se kërkush mos më njoftë vetëm e ke njoftë Luanin, por jo mbrapa Luanit. Kem ditë se Luani ka për shembull 10 ushtar, 15 ushtar, po si kem ditë emrat. Kush është? Sigur se për shembull ka bon Myrt Zeneli një njësit ma vonë në lugun e Baranit. Ka fillu me zgjeru si rjetë, do të Po, kanë qenë vllazit Ahmetaj, në atë njësit ka qenë Fadil Hyseni, Ramush Ahmeti, Sadri Ahmeti, vllazënit e tjerë, po i ditë tani. Atëherë kom ditë vetëm se Myrta ka një njësit, por nuk e kom ditë. Pastaj Sadri Zeneli ka bënë një njësit, për shembull Ismet Malishin dhe të tjerët që, po na çdo herë kem ditë që për shembull Da Ibrahimi ka edhe 3 të tjerë, por nuk i kem ditë emrat. Dhe kështu ka filluar zgjerimi i rrallëve në grupe të vogla guerile, për shkaqe sigurie se nëse njëri i bjen mos me ditë me i zbulu të tjerët. E qartë. Po, cilat kanë qenë ndoshta ato aksionet e para që i keni ndërmarrë pas këtij organizimi fillestar? Po, ne fillimisht si grup kem fillu, ma shumë kem fillu një herë koncentrimin dhe zgjerimin e njësiteve, jo ndonjë aksion fillimisht. Pastaj ne kem rënë kontakt me shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës. Fillimisht është propozuar prej njësive tona që përfaqësues me konë në shtabin e përgjithshëm Sadri Zeneli. Pastaj Sadria nuk e ka pranuar për shkak se ka qenë ftyrë publike dhe ai ka qenë profesor dhe punëtor në Ferin Nukel dhe ka qenë identifikuar me rastin që nisë rezistenca, nuk e ka pranuar. Njëjtë Myrta dhe krejt njësitim kanë propozuar mu që t'jam. Me propozimin e shtabit të Jabllanicës dhe njësive të Dugazhinit, unë im propozu që t'jam antari shtabit përgjithshëm dhe aty kem fillu koordinimin me zona tjera, me njësi tjera. Rol veçantë kjo njësi fillimisht ka luajtur në rolin e udhtimeve grupeve për Shqipëri në furnizim, me armatim, grupe që vinin nga Dranica, Llapi për drejtim të Shqipërisë dhe nga Shqipëria për në Kosovë. Unë më me thonë që kom qenë njëri ndër njerëzit më me fatë, sepse kom pas fatin me pas përkrah shumë bashkëluftarë, shumë enët maj, si Myrt, Sadri Zeneli, Naser Brahimaj, Agim Zeneli, Luan Shkelzen Haradinaj, Fadil Nimani, po thuj se gjitha figurat kyçe të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, edhe në Dugazhin, po edhe në Drënicë, edhe në Llap. Dhe mendoj që kom qenë njëri ndër njerëzit më me fatë që kom pas përkrah gjithë këta emra dhe mendoj që ka qenë më lehtë me e bë punën kur ke pas këto figura për rreth, kësi njerëz për rreth. Tash, the që e keni nisë më shumë me organizimin për me marrë armë prej Shqipënisë. Sa kanë qenë vështira që ato rrugtime, që ato organizime me i bo? Që shikujton atë kohë? Po, vinin grupet prej Drënice, në rrugë sa ma fsheta, forma sa ma klandestine deri këtu, dhe prej këtu duhet organizu rrugën deri te Gjakova, pastaj kalimi për te Gjakovës, dhe sa ma largë fshatit, kalonim në zonat ma të rrezikshme. Sigurisht duhet shku rrugëve sa ma të thella, ma të larta prej rrugëve kryesore, shtigjo ma të zërshme për këmësor, dhe pikat kufitare kur kalonim gjinim shtigjet ma të zërshme, sepse njësit e Ushtrisë Jugosllave i dinin kryesisht rrugë që shfrytëzonin
edhe ushtria islamtare, po çfarë do grupi klandestin që ata i qunin, dhe kalon e vështirë, madhe vështirë dhe vërtet kom pas fatë, shumë herë kom dërgu grupe për Shqipëri dhe anasjeltas, dhe asnjëherë nuk kem hasën një prit ashtu të organizuar dhe kem kalu mirë. Pastaj kem fillu edhe me aksionet që kanë qenë në nivel Kosovë. Aksioni përgjithshëm është ideu dhe është ideu e projektu këtu në këtë kullë dhe jenë kry 12 aksione në nivel Kosovë. Në fakt, 11 aksione në ora 11. Data 11, ora 11, 11 aksione. Dhe të nesërme në lajmet e mjesit, si shëngjie në atë kohë Hajri e Spikerica, e jep lajmen se jenë sulmu 12 stacione. Në fakt kanë qenë aksionet e para, sulmi ndaj stacioneve policore serbe. I organizuar. Kështu në nivel Kosovë dhe ne ishim ideja ka qenë data 11, ora 11, 11 stacione. Dhe lajme e jep që jenë sulmu 12 stacione dhe e jep se u sulmu edhe Kijeva. Në fakt, asë nuk ishte sulmu Kijeva dhe nuk ishte 12. Dhe Moj Krasniqi në mbrëmje kishte sulmu në Klinë, një stacion, kur i nëjnë lojmet që të njësitit vetët nuk bën milon tajnë Hajri e Spikericën, do të shkojmë edhe shkojnë e sulman 11 të ditës Kijevën dhe bën 12, po tani edhe 12 data. Për mos me lonë se lajmë të rajshëm. Edhe mos me lonë lajmë të rajshëm, po tani data 12, ora, në fakt 12 i ditës edhe i 12 i stacion. Kem kry stacionin e Shallapekut disa herë, stacionin e Klishinës, aksione e kështu, pastaj prej këtu u sulmu stacioni Ratkocit, në komunën e Travecit. Kem provu disa herë në qytet mrema në Pe, kem shku të Jablanica që shkën rruga për në Malzi, disa herë. Kështu, disa aksione të vogla. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha në realizimin e këtyre aksioneve? Sepse në atë kohë, si që thatë, keni funksionu një formë pak më të fshetë, ndoshta, nuk është që... Po, komunikimi atër nuk ka pas telekomunikim, është pothuajse gjithë herë mu taku fizikisht me bisedu, pastaj mos lënë e zhurmëve, sepse Serbia ka qenë një prej shteteve më të fuqishme dhe shërbimin e inteligjencës i ka pas kogja në nivel atë në atë kohë, duke me qenë sa më të kujdesshëm dhe mos me lënë zhurmë për identifikim, sepse njësi që ndërtohej, sa ishte mund që ndërtohej, ishte edhe të morali i njësive tjera, kur dhe gjanin ashtu, dhe vërtet është punu me një kujdes të veçantë, por mos me lënë zhurmë, mos me lënë asë bukën me hongër trosha mos me lënë. E qartë. Po tutje, qysh keni vazhdu? Keni prit derisa është bëha dalja publike, apo? Jo, ne vazhdimisht lunim rolin bartin e njësive prej Drenicës për furnizim dhe anasjeltas, pastaj shpërndarja zgjerimi njësive, përcjellja atyre keqberësve, identifikimi, përcjellja, aksionet kur e vlerësonin njësit se duhet të kryjnë një aksion, çdo herë kush me shku në aksion, nëse dikush ka në aksion, kush merr përgjegjësinë me qëndru në fshat, sepse... është dashur mbrojtje edhe për... Mendohej jo vetëm për të kryer një aksion, por kam shku në, për shembull, në një aksion me 2-3 kush janë përgjegjës, në moj mendë një aksion kam shku në Gjevati, ka qenë Myrta Hyseni, dhe në shumë raste mundoheshim i kursy Sadreu, sepse Sadreu ishte më i vjetri. Dhe kur kem ardhur rreth mëngjesit, e kem gjetë në hyrje të fshatit, kështu të lëviz, sepse ka dëgju zhurmat e luftimeve, tash au vra, kush o vra, au kap, kush o kap. Nuk është se ka pas informacion. Edhe mundësia e tina me në animu, pa ditë ku, qysh edhe. Po çdo herë kur kem shku, kem lënë dikon këtu kujdestarën e fshatë, ose po zonë unë plagos në kap në gjallë, pastaj ata vinë
në familje, kush mu morë me këtë pjesën, do të çdo herë, kur kanë shku 3-4 kanë pas përgjësin e hyrje dalje në fshat, jashtë kujdestaria që ishte 24 orë, dhe 3-4 të përgatitur më mirë me kone në rojet të fshatit për çdo rast. Për shembull, ne kur është sulmu me një majtë shtator aksioni përgjithshëm, dikum në 13-14 tetor të të njëjtit vit, ne kemi vendosur me sulmu stacionin në Shellapekut. Dhe gjurmët, forcat serbe, ishtë sulmu disa stacion dhe gjurmët vinin në drejtim të fshatit Jablanic. Dhe forcat moja vinë nga drejtimi i Pejës, nga drejtimi i Klinës, prej Deçanit dhe prej Gjakovës rrethonin fshatin, ishin dikun mbi 200-300 automjete blindume, makineri e forcat serbe, helikopter, që tentonin me hynë fshat, dhe ne u mobilizum i tërë fshati, edhe ata që ishin të kyqur direkt në UÇK, po kishte edhe banorë që ishin të armatosur, po jo si UÇK të gjithë. Dhe forcat serbe qëndruan ashtu deri te ora 12 e ditës, një farë lloj presioni psiqik dhe sigurisht i po përgatitet edhe janë tërhek. Do thotë në çdo herë kem llogarit shkane se e bëni sulm dhe çka tani me krejt fshatin. Edhe është jo rastësi se forcat serbe këtu deri në gushtin e vitit 98 nuk kanë mujt me deportu, në gushtin e vitit 98 kanë deportu vetëm deri në gjysmën e fshatit. Edhe gjysmën e fshatit prapë s'kan mujt me e thy. Është konë prej pika ma strategjike të UÇK-s, nivel Kosovë, fshati Jablanic. Po ka ardhur gjithë ky motiv? Gjithë ky vullnet i fortë? Sigurisht mungesa lirisë, njerëzit të jetër për liri, po edhe kur kujtojmë në vitin 21, kur fshati ka qenë dikun 2-3 shtëpi, bas tregimov pleshve, janë vrarë gjarda të 4 burra. Do me thonë është histori në vete. Po, edhe të kompleksi ku ne kemi ndërtu edhe një plakë me emrat e gjitha atyre që janë vrarë. Do të të janë vrarë 3-4 një shtëpie, 5. Do me thonë që në vitin 21, që i bjenë ju veç se jeni rrit me atë mlefin asaj se çka ka ndodhur. Me tregimit të tyre dhe sigurisht çdo njeri e dinte që hyrja forcave serbe nuk do të kalonte ky popull më mirë, dhe duke po edhe ngjarjet që ndonin vazhdimsi i djemt tonë në shërbimin ushtarak jugosllav si vriteshin studentët në protesta, do të thotë ne veç dinim dhe në fakt asnjëri prej këtyre emrave që ishin prej njësisë por edhe ata që dikur shkuan duke ju bashkangjitur kësaj njësie, asnjëri nuk ka qenë rastësisht se e kanë thonë punë atë. Pothuajse të gjithë kanë qenë të bindur, të motivuar dhe insistues me kon pjesë e njësisë. Një qartë. Po, Matutje, kur është ajo koha që ka nisë luftimet e para intensive, me thonë? Po, në vazhdimsi ke mojt kontakte edhe me Ramushin. Ramushi ka ardhur 2-3 herë në vetë në Kosovë. Ka ardhur familja vetë në Glazhan, por ka ardhur edhe këtu disa herë, edhe të dojt, por edhe takim me njësinë, bashkëbisedim, nevojat, këshilla, shkat, si do të thotë çdo herë. Dhe pas vrasjes Luanit, pastaj ishte ideja Dauti merrte përgjegjësi në zëvendësim të Luanit, ashtu ai ka qenë luftar prej herët me Luanin, po atër merrte përgjegjësitë edhe të vetat që kishte, po edhe të Luanit. Dhe ashtu shkelzeni dhe... Falë, veç me qenë se përmende, që shë kujton të momente në vrasjes së Luanit? Luani, une nuk e kom ditë sakt ditën që vjen, po une fakt e kom ditë që kom ardhur. Po jo ditën sakt. Dhe një mas ditë vjen Dauti këtu, dhe ndonë prej familjes, hadë moshkull pak ne, thot Luani o vra. Ishte një vërtet shok ashtu. Unë mendoj që çdo kush njeh një luftar, por Luanin është zër me përshkru dhe zër me spjegu. Një njeri që në fakt kur nuk ka ditë mutut, shumë fjalë pak,
po shumë preciz në çdo gjë që e ka thonë, kon shumë preciz dhe shumë i saktë. Do të thotë, kur e ka thonë çështu, nëse ke këshyr gradualisht ose me analizu, të ka dalë shumë me saktë çfarë ka thonë. Do të thotë, ka qenë njëri, pastaj ai edhe kur qëndronte në Shqipëri, ka banu të general të ushtrisë shqiptare, ku Ka qenë edhe i përgatitur. një farë lloj shkollimi, një farë lloj trajnimi për njerëzve që mas mire kanë njoftë luftën guerrile. Shumë herë ka marrë pjesë vetëm si vetë luan në sulme ndaj stacione, po sa herë që ka ardhur, ose ka kthy, e ka sulmu një post blok të ushtrisë në për zonat kufitare. Do të thotë, ka qenë ai idoli i krejt njësisë, Dugazhinit Luani ka qenë idoli jonë, dyqysh ishte një shembje, po të një pjesë e madhe luftarëve, atëherë ishte një farë lloj motivimi për hakmarrje. Se ku në filma kur të avron ato idolin që çdo njeri provon mu hakmarr për to, dhe ai ishte një farë lloj idoli për gjithë të cilën luftar njësive të para Dugazhinit. Po, e se e ceka ma herët, tha që përgjegjësitë e Luanit pastaj i kalojnë Dautit. Qyshe përballon Dauti? Po, shqeqata, si familje gjithë kanë qenë të përgatitur për një gjatë të tillë, dhe e thotë edhe motra Rukë, kur kem shku bashku në Luanin me vizitu në Bjeshkë, dhe ai i thotë nonës, ajo si nonë, thotë me mendu për martesë, thotë i herë Sarani për martesë, dhe kur i thotë nëse në vritën nuk du më të palët e para lajmëran. Do të thotë ata si familje prej Elmiot, motra, nëna kanë qenë të përgatitur për gjona të tilla, por me shpresë ndoshta do të pështojnë gjithë ose me një numër më të vogël, por as Elmia si prind, as nëna nuk e kanë mendu që nuk ka menduar njëra ose tjetra. E qartë. Po, pastaj, nëse cilat janë ato luftimet më tashpra që ti sot i mban mend? Po, atëre fillimi i luftës së lavdishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës në prekaz të familje Jashari 5-6-7 mars, unë në mëngjes i dëgjoja shpërtimet, por nuk mund të orientohesha se ku janë. Edhe kom dalën me një pikë, ne i thojmë pika Shqiponjës, dhe komunikoj me Aqareu, me Sulejman Selimin, dhe pyesë ku është, dhe më tregon. Ne i kishim ashtu do llafe që i bisedanim, tha kem dasëm të madhe. Tha shku, tha, për prekaz, për Aqareu, në 3-4 pika ta kem dasëm, ta është sigurisht që dasma dënë edhe krush, a keni nevoj për krush. Tha jo, tha, gjithë kush le të bë dasëm në shtëpinë e vetë. Do të thotë, unë kom thirrë krejt banorët e fshatit në sobën e Hajdar Ahmetit, dhe aty kem vendosur, kem formu shtabin e parë, do të thotë shtab lufte. Kom rënë në kontakt me Dautin, jena marrë vesh, dhe për 3 net kem kryer 27 sulme në krejt Dugazhin, me përrasin suar tha Syla bën e dasën shpinë e juj, ishte një lloj çorientimi për forcat serbe, një farë shpërndarje të luftimit, dhe ajo ishte mundësia vetme, sepse me shku prej Dugazhinit ditën, me ndihmu në prekaz, ishte e pa imagjinueshme dhe sigurisht ne prita, sepse forcat serbe kishin paramendu ato që mundën me shku, kishin bë prita, dhe në vite frontit, çdo kush mund të lufton, po prita, unë thamë shumë herë kur i kem zonë 3-4 tenë, ka 3 ushtarë prit, i kem dëmtu. Jo forcat serbe 3 ushtarëve. Kështu që ne kem pasë edhe me Dautin që bisedu ma herët, nëse nuk kom shku në Shqipni, Dauti ka orë ka najtë këtu. Ose nëse ka shku Dauti për Shqipëri, unë s'kom shku. Do me thonë, keni najtë gjithmonë jone? Po, edhe dalja parë publike ushtrisë lirëtare të Kosovës, ne është konë planifikume me dalë në Vranac, dalja parë publike, në përvjetorin, në varrimin e Ardian Krasniqit,
i cili ishte prej luftarëve të parë që ishte vrarë, dhe ishte prej emra më të njohur të Ushtrisë Lëndimtare të Kosovës. Ne menduam me dal atë ditë në varrimin e tij publikisht, për shkak të rrethona dhe familjarëve të tyre. Unë vendos që atë ditë mos dilej. Fillimi i luftës në Vojnik te familja Bedin Rejgjës dhe pastaj betejë që u bë në Klysyrë të Drnicës aty prej Llaushës në drejtim të Vojnikut, ku forcat serbe gjatë tërheqjes e vrojnë mësuesin e Llaush. Muj Krasniqi ka qenë të Dauti atë natë, në Safer, i sharë të une, se zakonisht rrinte të une, Dauti e bori një natë shkun atje dhe të nesër masi ndodhe erdhen këtu, edhe Regja, dhe vendosën me shku në Aqarev, në gjitha saj betejë. Jam mundon makinën time, ka qenë një rekord në ngjyrë bronz, ashtu 22 i asaj kohë, prej vetura më të mira. Jam mundon vetura, për kanë shku Dauti, Regja, në Aqarev, dhe të vetëm ka dorë Ushtria Qendrore në Republikën e Llaush. Kujtoj se disa prej njerëzve që e kishin po veturën time, ishte si vetura jote, ishte si kështu për shkrunin. Ajo i ka pasë 2 vrima në derë, kur njëherë më kishin qujtë forcat serbe, ashtu të pritë, kishim kalu, i ka pasë disa bira dhe kem përgjitë stikerë, sa mos më do kë birat e plumbo, ashtu, edhe stikerë, sa ti kishte si makina ju, ashtu. Nuk kam ide. Po, Dauti ka qenë, po prej këtu kanë shku Dauti, Regja, Muja, aty në Aqarev kanë rrë dakordans me dole jo, dhe dole publike, ndërsa 5-6 marsi që e tash në prekaz, pjesa dërmuese supozonin që sulmi 2 do t'jetë në Jablanic. Edhe Ramushi u kthy, do të thotë mas prekazit u kthyn, ai veç vendosi për gjithmonë mu kthy në Kosovë. Bënde disa pregaditje, disa fortifikata në për pozicionet që ai mendon të që janë të nevojshme në Glëgjan, po edhe rreth shtëpisë tire. Edhe këtu kishim bërë disa planifikime, veç kishim fillu hapin e disa istikomë në përfshat. Por tana pritjet ishin se do të sulmoj Jablanica, jo Glëgjani. Pse për shkak të gjurmëve që i kishit lënë më herët gjatë aksioneve? Po se gjatë aksionet që ndonin, njerëzit vinin e strehoshin këtu, për shkak sigurisë dhe gjurmë vinin këtu. Por forcat serbe kishin bo një lërësim të tillë që sulmi i dytë tjetë në Glëgjan. Po, tjetë në Glëgjan, në familjen Haradinaj, dhe kjo në rrjedhën e krejt luftës së Ushtrisë Lëndimtare të Kosovës, dhe ma, si që dihet, forcat serbe provojnë me kindapu ashtu Dautin, sukur e tregova që kanë provu me Halil Zendelin këtu në Jablanic, provojnë një farforme, por... Qysh ndodhe dhe qysh përfundojnë, qysh nisi, qysh përfundojnë? Ramushi me krejt familjarët ishin duke bo aso pregaditje që tash lloj fortifikatash, dhe Dauti vendos me shku në fshat më furnizu, gjatë rrugës para se me hyrë në fshat të agja i tjetër vendos me lënë pushkën automatike, ndërsa mban vetëm revolën. Edhe merë që gjona për furnizim e takon Rasim Selmanin, dhe në bisedë sipër, t'ju kthy për në shtëpi, Rasimi vazhdon me tonë, dhe ashtu t'ju ecë rrugës, Dauti nuk nalët tash ndoshta edhe për shkak të Rasimit që ka qenë, mu nalë me morë automatikun, vazhdon, dhe kur më rrinë afër shtëpisë, ndoshta 150 metra, datë një degëzim rruga për të shtëpia e Ramushit, ndalet një makinë, edhe i folën në gjuhën serbe Dautit, mu ndalë. Dauti para se me i thonë kështu veç jetat Rasimit, e shesjen, thëtë, ma mirë mu larguti mu da prej mesë, unë nuk dërzohna. Rasimi ka qenë i parë matosur. Dhe tamam në këshill misore, kur nuk i ki mundësit me mbrojt, largohu. s'po këtë me thonë ndajo. Dhe Rasimi merë një drejtim mu largu kontra me shtëpinë e Haradinëve,
Edhe Dauti vazhdon, sukur se nuk e ka një atë policin. Ata fillojnë me shtenë drejtim të Dautit, këta ja kthejmë dhe fillojnë luftimet. Aty prej distancë ndoshta 150 metra që atash kundër përgjit Gjen Ramushi. Domethënë ky është ai momenti i parë që nisin? Po, shkëndijat e para ashtu. Dhe aty mbetet komandanti Otović mbetet i vrarë në vend ngjarjes, vazhdojnë luftimet. Dauti mrrin mu tërheq krejt, mi u bashkangjit, fillojnë luftimet në Glloxhan. Ata veç Ramushi e kish ideu për para nëse vjen deri, kush ky shkojnë filon kullën me shpërndaj, jo sikur me formën e prekaz, sepse prekazi veç na dhani mësim që në asnjë rrethimesh duhet me shpërndaj, përndryshe është e papërballueshme me luftu, shpërndahen 3-4 kulla të ndryshme, grupe të vogla ka 2, ka 3. Dhe më shumë edhe i dezorienton forcat serbe se nuk e din një pikë të saktë ku. Po ata vinë me planin, me projektin se ata i kanë në këtu. Te shtëpia. Çdo gjë që ti nxjerr prej projektit tyre, fitoren e kitonën. Sepse ata nuk kanë bën një plan B. Gjatë luftës aty nëna veç ka pa ardhe Xhelal Hojda këtu në Toni ka qenë njëri prej oficerëve të ish Jugosllavisë dhe ish presidenti Tuđmani ka dhënë mirë njohje për luftari i suksesshëm dhe ne morëm lajmin që u sulmon familja Haradinaj. Kush më shku, unë po du më unisme një njësit, dhe Toni më ka thonë jo, ti duhet me shëndru këtu. Thonë nuk e di rrugën, po më duhen njerëz që e din rrugën. Thonë kom provoj ma shumë se Toni jo, do të shkoj unë. Ka morë dikun 20-30 njerëz dhe janë nisë. Kur kanë shku në hyrje të fshatit Glloxhan nuk kanë mujt me të përtu. Ramushi është plagos, siç dihet, dhe unë kom rënë kontakt me siguru për me tërheq Ramushin edhe një trajtim mjekësor në ato ratona. Fillimisht kom rënë kontakt edhe ka ardhur një vajzë nga Gërgoci Shqipe Nimoni, e cila pastaj ka gjatë gjithë luftës ka qëndruar si motër medicinale deri në shlirim të vendit. Është nga fshati Gërgoc, ka ardhur këtu. Motër medicinale, nuk ka pas ndonjë provojë me plagë të luftës, po si gjithë motrat medicinale. Pastaj kom rënë kontakt me Dreniz dhe kom siguru një doktor, Fadil Beka, ka qenë gjatë gjithë luftës, mjek i luftës, pastaj ka qenë edhe deputet në Parlamentin e Kosovës. E kanë ardhur dikum ndoshta 8-9 mbrëmje, kanë rrimë me ardhur prej Likocit tu. I kemë dhënë ndihmën e parë Ramushit ato trajtimet në ato rrethona. Ka qenë një plagë shumë e rëndë. Kishte në dorë këtu, sepse kur i kanë fut me gjas trembllon, kishte plagë në pjesët e poshtme të këmbëve, do të thotë po përgatitjet e tij fizike edhe psiqike ishte shumë i fortë ashtu. Ata kanë arrit me dalë nga fshati Glloxhan, unë kom siguru një transport dikun 50% rrugës për shkak se Ramushi ishte plagosur dhe ishte e zërshme, po edhe mundohej plaga, sepse ishte në pjesë të këmbës duke ecur. E kam marrë me makinë deri këtu dhe pastaj kanë rrugë krejt të rrjedha e luftës shlenjtare. Dulëm nga ajo guerile që ishte para po në një luftë frontale. Ka qenë atër nuk ka pas ditë në zotën që para dyrëve tona këtu në fshatin Glloxhan që s'ka pas me qindra vullnetar për të shku për Shqipni për një armë. Qindra. Dhe jo shumë herë njerëzit pranojnë. Është rrit motive nga sulmi që ju është bërë Haradinajve. Po, ishin 2 motive për njerëzit që kërkonin liri. Lufta që është bën prekaz, vrasja gjithë atyre fëmijëve, gjithë ato. Pastaj rezistenca e Haradinajve, edhe njëri edhe tjetra, do të thotë njerëzit fillun dhe nuk ka shtëpi, sigurisht në edukacion që nuk e ka pas paktën një djalë ose një vajzë ushtar. Po pastaj në luftimet që
Keni pas edhe luftime për ballë, po besoj në rast të ndryshme me serbët. Çka kujton prej atyre momenteve? Humbjet ndoshta që I keni pas gjatë luftës? Mironda, në zonën e Lugagjinit ka dallu lufta pak prej zonat të tjera. Ne keshim 2 punë jetike, çdo fishek, çdo ushtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe në Drënic, edhe në Llap, edhe në Pashtrek, kudo në Kosovë duhet siguroj prej kësaj pjese. Po, kryesisht përgjegjësia alo më e madhe. Kryesisht vinin grupe prej Drënicës djem vullnetar, që nuk kanë qenë asnjë ditë ushtar, për shku për Shqipëni. Ne na duheshin gjetë djem më të mirë, më të përgatitur, mi hek prej vija frontit, për mi shoqëru ata deri në Shqipëri dhe mi kthy të sigurt. Do të thotë në shembull ka ndodhur Agim Zeneli edhe Fadil Nimoni janë nis prej këtu në rrugë me një grupë për Shqipëni. Janë nis pa u ersuar në mbrëmje. Atje kam rrinë dikun 9-10 mëngjesit në Tropuj, Viçidor, në ato fshatrat e Malësisë. Rrinin deri në mbrëmje, t'ju ersu atje niseshin për Kosovë. Kam rrinë këtu rreth 11-12 ditës. Kur ka orë këtu, I ka po qindra djem të Drënicës, të cilit pritnin rrugë me shku për Shqipëri. Dhe po thëtë, Agimi tha, qësh me bon? I rrulla kratër s'po di. Tha, deshka, tha, sigurej ushqim, hajnë të pinë me s'ju kalzoh për rrugë. Se zakonisht nuk praktikuemi ju kalzoh se nisëm sante, se nisëm nesër, se mos më rrhidh në e fjallë dhe mu dekonspirua me rondo një prit. Gjarë I lenin pregaditën dhe vetëm në momentit të nisëm, kështu. Tha, jep ju buk më hungër, tha, unë shkoja 5 sante. Qyrë? Po. Se u ndonë me Fadilin e herë, falen me Fadilin Nimoni, që të dujën dashmorë, dhe ta vazhdojmë në sante. Dhe ta ka shku dje, o këthysat ka shku 4 herë, do më thonë, po asë një pushim, prej Jablanice, Viçidol, Jablanic, Viçidol, I kanë mu, do të e ka pas edhe plot djem tjerë që kanë morë, shembull, disore kanë morë Naser Ibrahimin, prej luftarëve të Zot, Arnor Zenelin, Shaba Zenelin, prej luftarëve të Zot, që na u dosh me ek prej vijat frontit me shku për, pastaj ne kem pas shumë të plagosur në zonë, duhej, na kem në një rast shembull, ka qenë Fariz Ibica, I cili kishte ardhur vullnetar prej Gjermanie, ishte plagosur rënë në bushtin kurrizor, dhe po thuj se 6 muaj është trajtuna për ato spitale që kishëm lëvizje prej një zone këtu në Pagarush të Malisheves atje në zonat lira rrezikove e zonë që ushtarë në e morë me prunë këtë zonë do të ne në kanë shku njësi të ju morë me të plagosurit dhe me furnizime do të kem pas një farë rolit të dy fisht me zonat tjera ndërso shembull ata kanë pas vetëm me punë djem vullnetar, po jo me hek ushtar me përvojë për vijat frontit. E qartë. Ka qenë më e zërshme, shembull rol kyç kanë pas ata njerëz që janë marrë me të plagosurit. Me datën 5 prill është vrarë Sadri Zeneli, është me 6 vrarë Sadri Zeneli, me datën 5 prill vrarë Naser Ibrahimi. Dhe ne kishim mbi 30 të plagosur këtu brenda në zonë dhe po binin gjitha pozicionet dhe kishim 30 të plagosur. Dhe Ramushi, si komandant zone, kishte planifiku një gjatë të tillë që mund të më ndodhë dhe kishte marrë të gjitha masat po e ditë ushtarët se kur dhe kanë me bërë, pa I kish para po gjithë ushtarët dhe I merë, I jepë njerëzit më të besueshëm, Shkelzenin, Dautin, Lamteun, Nazminja, për me udhëheq ata të plagosur, do të tërheqin e të plagosurve. Do të ka qenë edhe që edhe ato kanë qenë shumë të rrezikshme si. Po, për një dhon shpresën të plagosurve. Se që po të do vëllaun tem, do të me I bo dhe një rehabilitim të plagosurit shpirtëror, se shumica e luftarëve... Me ja ngritë edhe moralin pak. E kanë pas besim të pa kontestueshëm Shkelzenin, luftarët Zot. Do të I ka zgjedhë luftarët më të Zot,
për mu i tërhek të plagosurit prej një zonë në një zonë tjetër, do të të Nazmia kur ka fillu me shku me morë një pjesë të plagosur, ka ronë prit dhe unë e kom po makinën e tina duke u kollur me dotën pesën. Në fakt ku më mendu që është rrallë vllavi jam dhe është në atë makinë. Do të thotë Dauti ka dalë prej një rrugë tjetër. Domethënë ka se edhe ka para posë ndoshta rruga Nazmis dështon. Prej 3 drejtime u kanë shku njësit. Prej një drejtimi ka shku Dauti, prej një drejtimi Shkëllzeni, po gjithësysh misioni duhet me përfundu. Edhe fatmirësisht janë tërhek të plagosurit prej këtu në Zhabel, kanë dalë aty edhe deri në Istog, janë bardë zonë në zonë, krejt, dhe imagjino shembull Ismet Ahmeti një burrë 2 metra, mbi 100 kilogram, në leste të improvizura. Bartja e tij. Mu bart, duhen minimum 8 ushtarë, 4 me marrë në dorë, në leste, 4 për sigurinë e tij dhe pastaj mundru. Këta që kanë bart e morrin sigurinë, do thotë 8 vetë me bart një. Do është 200-300 ushtarë me bajt 30 të plagosur prej për të pjesës si Jabllanic me shu në Istog. Do thotë ne mundësitë e trajtimit të shëndetësor kanë qenë të vogla, pastaj janë shkutin a rëndu situata me të plagosurit. E kuptoj. Po gjatë krejt kësaj periudhe, tash patjetër që gjitha kanë qenë momente të vështira, edhe nuk kisha dashur shumë, po prap nëse kishe mujt pak me na i tregu ato momente të humbjeve që ti ke pas brenda në familje. Po gjithë cili luftar, veç e veç, që të ka ra me kunë fortifikata në vijat luftimeve. Ramja tina ka qenë një shembje, po njëkohësisht ka qenë edhe një farë morali për hakmarrje, ndër ato ishte edhe vrasja e nënës teme me datën 3 gusht 98, që ka qenë shumë e rëndë, jo lehtë, por nëse tash edhe për rastin e Leonit jena kom të pregaditur që gjonat e tilla në familje ka me na ndodhë. Me shpresën se sa ma të vogla me kom numri njerëzve të humbur, po në duka qenë pothuajse në të gjitha ato zona ku luftu, domët në njerëzin më të vogla. Dërsa në zonat që nuk u luftu, i ki domët më të moja se masakrat më të moja. Po, janë të civilet. Po. Në për fat mirë, si fshat që ka qenë në shënjetës të Serbisë, kemi shumë të vrarë, që janë vrarë në vijet e frontin në situata, po nga i mlefit që shumë mendu, ose krasu me ato të vitit 21 që i përmendu me 64 burrë të vrarë, sigurisht që të cila familja ka pas motiv, ka qenë e pregaditur për me ndodhë diçka e tillë, kanë qenë të pregaditur dhe më mendoj që kem kalu më mirë. Po, sot, kur i kujton krejt ato kohë, cila është ai imazhi që nuk largohet në erë parasyve, që e ke kështu ma të gjallë me njën tonë? Ma të dhemshëm ose? Jo, me rënda shumë herë, shembull që të cila ka ndoshta një shpjegim vetën, unë kom qenë a ditë që o vlon Aseri, me datën 5 prill, kom qenë shumë afër me ta. Po nuk kom qenë me myrtën kur o vlo. Nuk kom qenë. Gjithë të cilë e ka të ato, po që ta diçka tjetë në kujtesë, njëjtë është Sadria Vrom një ditë mas në Aserit me datën 6. Do thonë gjithë të cilë e ka atë rëndësinë e vetë, po ka herë kur vetë është ai emocioni që e ki po, dhe të Nazmia ka tërhekë trupin e Naserit, po unë kom qenë shumë ofër në momentin kur o vro Naseri, dhe Naseri ka qenë prej luftarëve të parë të njësisë. Dhe çdo herë ato përgatitje që kanë qenë se ndoshta një ditë plagos të em kapin gjallë, adi si plagosur. Dhe ai ka qenë me mitralez kundër aerosh që 12.7 që i kanë quajt, Gulinau, dhe pa urdhëzu në tokë, se ka marrë një kalibër të madh snajperit në ballë prej një distancë të lartë, ashtu, dhe pa urdhëzu në tokë, do të thotë ndoshta 7-8 sekonda, e ka pas dorën revolë dhe revolën dorë. Është përgatit për... Po, do më thonë ajo se nëse e goditët, mos më roj gjallë.
para se morë zumë tokë, veç revolin e ka pas në Do dorë. me thonë se e kum dëgju shumë që të gjithë ushtarët e kam pas gati një plumb për veti. Po, zakonisht luftarët kanë qëndruar ashtu të përgatitur se në një moment caktuar me pas një plumb, si që po përdorur edhe në zhargon popullor për veti, dhe siç e dimë edhe rastin e Shkenzenit me bashkëtarët kur kanë është luftu deri në plumbin e fundit me revole dhe me thika, edhe në serja ditë, përderisa ka marrë plumbin për një snajperin në rëzim e sipër, ka qenë me revolën dorë. Do të thotë ka qenë një farë para brigaditje ushtarëve që në një moment caktuar nëse plagoset, mos me ka forcat serbe të gjallë, do të thotë ishte me revolën dorë. Ishte edhe rasti në onës e cila këtu është vrarë bashkë me nonën e vetë me gjyshën, por në bazë të shënimeve, por edhe të literaturave që janë, po edhe ato që akun po prej dokumenteve në Hagë, një policë është vrarë këtu në oborën e shtëpisë, do të thotë nga nona. Ajo në fakt ka pas edhe një plumb këtu nona, dhe kafka do të thotë plumbi i hyrës dhe vrima dalse, që do të thotë ka bo vetë brase mes me u kape gjallë. Ishte moment i rënë, këtu në momentin e parë ka arrit Dauti me Nazmin, me disa bashkëleftarë, pastaj unë, bashkëshatar, do të thotë ovra është e rënë, po të gjithë kem qenë të përgatitur për një gjë të tillë. Megjithatë ato pamje. Po, nuk janë të lehta dhe sigurisht gjithë cili prej tjemve që kanë hyrë në luftë e ka ditë që një ditë mund të më vrau vetë, që kanë më vrau familjarë tina, por me shpresën që numrikisht numri me konë sa më i vogël. Do të thotë edhe unë besoj që edhe në bazë të luftimeve që kanë ndodhur me Serbinë në luftën e Kroacisë, Bosnjës, numrikisht si popull më të dëmtuar të tre popujt serb, kroat, edhe bosnjak numrikisht se sa populli shqiptar, që nuk është numër i vogël, është fatkeqësisht numër i madh i civilëve të vrarë, femrat e dhunuara, shumë herë edhe gazetarë që ka herë thonë njerëz të pafajshëm. Unë mendoj që edhe ushtarët që kesin kund të pafajshëm, po mund të quhen njerëz të armatosur dhe njerëz pa armatosur, se nuk mendoj se nëse tre civil janë vrarë të pafajshëm, këta tre ushtarë kanë qenë fajtorë, por civil të pa armatosur ose ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës. Është e dhënshme kur tipat e shkelzën gashit e të tjerëve rënë gjinocat me parët e shtetit dalin e thonë se në burgin e Dobrava si në vrarë ka të armatosur e ka të pa armatosur. Është me thonë një fëmijë, me thonë një analfabet, po kur dihet se në asnjë lloj burgi është e pamundur mu depërtu jo një armë, po një fishek me 10 armë, disa me konë të armatosur, e hish ma pak në burgjet e regjimit shovenistë serb me pas grupet armatosura në burg. Dhe pastaj njerëzit e qeverisë provojnë me relativizu atë gabim që ka ndodhur, që në fakt unë nuk mendoj që ka qenë gabim, është i sponsorizuar, po tash njerëzit mundohen me masku si gabim, sepse nuk është gabim se ata emra i kinë formë kronologjike që ato gabime, si po i quhen, janë të vazhduar, me pothuajse çdo vit kanë një gabim dy të tilla. Domethënë ka qenë diçka që me pak hulumtim ish parandalu, nëse mendohet se ka qenë si gabim. Nëse porët janë dhënë për një hulumtim, për me marrë mi bajt copy paste për libër se Natasha Kandiqit pse më dhonë gjithë ato pore. Por edhe ata për dulën e demantum. Ajo se e mohoj. Por është me tardë kesh, pse duhet me shku të Natasha Kandiqi kur i hip makinës, sikur keni ardhur ju në Jablanic, në gjithë të cilin vend mund me shku me marrë prej dorës pore informatat. Me shku në Prekaz, me shku në Rezol, me shku në Reshaq, me shku në Krushet Madhe, kudo në për masakrat i morën shënimet prej dorës pore. Po, ka dëshmitar shumë të luftës që munden me por ai citon librat e Natasha Kandiqit dhe nuk citon asnjë një gru e dhunume, asnjë i mbjetuar i masakrës së Dubrovës që
ki edhe deputet, ki edhe që në për partitë të ndryshme, edhe në partitë që a i ka, që dule edhe ata që partisë tina dulen u distancun nga aj, ki Najt Hasanin, Sadik Zëshirin gazetar, me dhjetra që kanë bjetu Burgu dhe Bravës, po ki plot, po thuj se në çdo masakër që kanë bjetu nga një nga dy, me shku me intervistu ata. S'po thonë më orë me intervistu mua një luftar, që kanë ti interviston të mbjetuarit e masakrave. Po. Për të kalu në një tim tjetër, tash Teoda është një dritare që me qenë se më herët i përmend edhe të pafajshmit të UÇK-s edhe më kujtuan të pafajshmit tonë që i kemi aktualisht në Hag. Çka është historia e dritarës që e mban sot aty të mbyllur? Por në jotim që po vinin prej Shqipërisë një grupë në atë kohë, Hashim Taçi, Kadri Veseli dhe Luan Haradinaj. Luani ishte udhëheqës i rrugës sepse e njehte atë zonë më mirë, përvojë ati luftarake, dhe kur vinë prej Shqipërisë më rrinë në fshatin njerëznish, për shkak se në qendret e fshatit, po thuj se çdo herë kishte një postblok, në hyrje të fshatit ndalojnë dhe Luani i thotë, nuk e di sakt Hashimit të Kadris, e shohin një fshatar orë të hershme të mëngjesit, duke ujë tokën. Thotë, pyetet ti se më pyetu në mënje, rruga trup që nuk jena për qendër, dhe e pyesin këta, i thotë ai plaku hini këndaj, po ai bëhet kurreshtar 3 vjet, 3 kuaj në ngarkum. Edhe i thotë, kushini jo, thotë, të orë të hershme, me 3 kuaj. Thotë, jem prej Malisheve, punoj mjeshtër. Plaki shkon të ju bu kurreshtar, edhe thotë, po në bashko me nevojë me lynë shtëpi, sa po blipni me lynë shtëpi. Edhe ata, për mu shput prej tina, i futin një çmim krejt të ashtu po lidhe. Edhe thotë, ko ke mjeshtër shtajt. Luani thotë, si në kasët, shtajt po lynë mirë. Dhe shkojnë në Glaqan, pushojnë dhe prej Glaqanit vinë këtu, unë isha të bu një lloj dyqani ashtu përgatitesha vetë. Edhe ata ty na këtu fillu me lymë këtë pjesë ashtu. Edhe gjatë lutës këtë pjesë o djekë dhe e kom konservu, për shkak se Luani është vra, atu e kom konservu ashtu me mbetë edhe për fëmijët tanë, për gjeneratat me po, ato se që kanë bo forcat serbe, e kom konservu ashtu një farë kujdesi për të kalumen, por sigurisht nuk ka musafir që vjen dhe nuk bëhet kurreshtar, pse është kjo, pse se ke shti një push, pse se ke shti një piktur, një fotografi, dhe sigurisht që e provokon edhe bisedën dhe kjo është arsyeja e kësaj drejtarës. Po, qysh po e sheh procesin e drejtësisë për krejt ngjarjet e luftës? Në fillim ishte gjykatat e Unmikit, gjykatat e Oleksit. Tribunali i Hagës, rasti 1 dhe rasti 2, rasti Limaj, rasti Haradinaj. Ushtarët e ushtrisë ligjënore të Kosovës. Asë një nuk i ka ikë drejtësisë, është ballafaqu me drejtësinë. Po thuj se nuk ka prej asë një lloj përgjegjësin, çfarë do hierarkije të UÇK-s që nuk ka kaluar nëpërmes një gjykate. Do të thotë, po thuj se gjithë komandantët e zona u kanë kaluar përmes gjykata. Ki rastin e Fatmir Limej në Hag, ki rastin Haradinaj ku isha dhona. Në për krejt luftën në Kosovë, ishin vetëm 7 zyrtarë serb, oficer, komandantë ushtrisë, policisë, ministra, 7 për luftën e Kosovë. Vetëm 7 që kanë kaluar proceset të ngjashme. Po, në krejt Hag. Për kundër që agresor kanë qenë ata. Ndërsa në krejt Hag ishim barabart, ishim 3 në rastin Limaj, 3 në rastin Haradinaj, pastaj ekip të tjerë, do të thonë barabart, sa shqiptar, sa serb në Hag, plus tashti tribunali i ri, që janë edhe këta, do të thotë se shumë herë ndin të thonë po dojnë me barazu, me përmes drejtësisë ka qenë. Tani ka kthyer në rolin vetëm, domethënë Serbia viktim, shqiptarët agresori. Do të thotë nuk ka ndodhur në cilën do luftë, kudo që ka ndodhur. Me qenë vetëm një palë
e akuzuar dhe me kënë vetëm një gjykatë për një nën pol, nuk ka ndodhur. Hala nuk mohet mend në çfarë do lufte në krejt globin që ka ndodhur mu formu një gjykatë vetëm për një nën pol. Dhe sigurisht gjykatat janë për çdo fajtor. Patjetër. Sigurisht nuk thonë që shqiptar nuk ish dashur më u përgjigj, po në jetën ku ish, pse mos më kon të akuzuar edhe ndonjë policër, ndonjë general i forcave. Kur ka krime të faktuara me shumë. Edhe për momentin me sa kam informata, asnjë serb nuk gjendet në burgjet ndërkombëtare për drejtësinë në Kosovë. Nebojë Shapakoviqi ka qenë komandant i përgjithshëm i ushtrisë serbe, është liru vitin e kaluar. Ka qenë Ojdaniqi që ka qenë komandant i krejt ushtrisë jugoslave, është liruar në shkollën e dytë, ka marrë një zbognim sepse ai i vetmi ka pranuar fajsinë dhe ka kërkuar falje. Do thotë, Ojdaniqi, Shajnoviqi është liru, që ka qenë sekretar shtetëror, do thotë, general serb Lazareviqi është liru dhe punon në Akademinë Ushtarake të Serbisë, oficer për moral në akademinë. Do thotë, të gjithë të akuzuarit për luftën e Kosovë të forcave serbe janë në Serbi, do thotë, të liruar, ndërsa tani bashkëtarët tonë përballen me drejtësinë, jo po me pa drejtësinë, gjoja për krime lufte, që mendoj që është një gjë e pa drejtë. Unë atëherë kom qenë deputet dhe kom votu kundër kësaj gjykate, sepse kom menduar se është gjykatë e pa drejtë. Vullnetarisht kom shku në Hag vetë, ndërsa si gjykatë e re veç për një popull kom menduar që është e pa drejtë dhe kom votu kundër. Tani shpresoj që gjykata do të merr një vendim të drejtë. Sado që si gjykatë ka qenë e pa drejtë, mendoj që ka me marrë një vendim të drejtë dhe vendimi i drejtë është lirimi i të gjithë të akuzuar dhe përfundimi i asaj gjykate, e cila do të duhej me dhënë një llogaridhënie para institucionet të Kosovës, sepse është për mua me votën e me ligjet e Kosovës do të duhej me dhënë llogari dhe për koincidenca e gjykatë që thirret në ligjet e Kosovës, kushtetutën ato, s'ka asnjë simbol, asnjë flamur të Kosovës, si gjykatë e Kosovës, por s'ka asnjë shenjë simbolik të shtetit të Kosovës. Qartë. Meqense e the që në fillim që keni qenë bashkë me Recep Selimin, kisha dashur disa fjalë pak për të gjatë kohës ku ka qenë në Jabllanic. Po fillimi kur Zahiri është vrarë, Naiti është arrestu, një pjesë e njerëzve filluan me lëvizje jashtë vendit për shkak të sigurisë, një pjesë kaluan në ilegalitet më të thellë. Rexha kishte kontakte ne si antar të shtabit përgjithshëm dhe unë i ofrova strehim siguri. Dhe Rexha ka vendosur më harë me qëndru këtu. Ka qëndru për një kohë të gjatë tu, ai dhe Gjeladin Gashi, e tash i ndjeri, edhe shumë të tjerë kanë qëndru kohë pas kohë, po Rexha ka qëndru për një kohë më të gjatë, po thuj se deri në fillimin e luftës frontale, pjesën ndërmuese të kohës se ka kalu këtu, kohë pas kohë ka lëviz në Drënic, po pjesën kryesore të kohës se ka kalu këtu në familje me ne. Nëse nuk ki diçka tjetër, që unë e di që ki shumë gjana në fakt me tregu, po tash mundemi me deri edhe shumë orë për me përmbyll krejt ato. Po kisha dash pak më fol për veteranët, gjendjen e veteranëve dhe invalidëve. Sot. Gjithë cili veteran e invalid është pothuajse pjesa dërmuesje në gjendje jo të mirë, por sigurisht ata ndihen edhe më keq kur kujdesi i shtetit është hala me i keq, është me të ardhë keq kur rrogën e tramvajit vendos kryeministri mi dhonë një deputeti, një ministri, dhe cili do në administrat, dhe nuk e ka para po mi dhonë një familjarit dëshmorit, një invalidi, një veterani. Më nishin deputet që ka dhonë rrogën e tramvajit, po thuj se krejt veteranit i kish kryj. Se me një deputet i kish kryj 15 veteran.
Me një deputet pas një veteran. Qose një rrugë e deputetit cilët rrë 2.000 euro plus minus aty poli, do të thonë i kishë shkruaj dikon 3-14 veteran. Dhe me 120 deputet që janë i kishë shkruaj dikon 2.000 veteran. Atëherë edhe diçka për fond, për të gjithë ata që nuk e kanë përjetu luftën, ju si një njeri që keni dhënë shumë nga familja, dhe nga rrethi, dhe nga shoqënia, qa keni me ju thonë gjithë atyre që se din nashta sakrificat që ju mbo për lirinë që ne e kemi sot? Është për çdo 33 me mujtë më shkollu sa më shumë, me punu me dashtë vendin e vetë, me dashtë forcat e randit dhe ligjit, me dashtë policinë e vetë, me dashtë ushtrinë e vetë, me punu me ndërtu sa më të mira, me ndërtu rand dhe ligj dhe po thuj se nuk ka vend që çdo 50 vite nuk ka një luftë. Me ndërtu me dashtë ushtrinë e vetë më shumë, me ndërtu sa më të mirë, sa më të fortë, sepse Serbia në atë një raton nuk mendon që ne një momentum me provu me hi Kosovë. Dhe sigurisht një ushtri e Kosovës e pregaditur mirë, një polici e pregaditur mirë, do të dekurajon të ata për një veprim të tillë. Por, edhe kom lexuar shkrimet të tyre, edhe gjatë qëndrimit në Hagë, të gjithë ata oficerët të tyre kanë thënë, kanë përdorë, edhe mes veti, 500 vite ka sunu tërshia, po prap na e na kthy. Do më thonë, e dim që e kanë si ondër, po... Doktrinat e tyre ushtarake janë mos sot një ditë po. Kështu që me çdo ri e re, me dash vendin e vetë ma shumë, mu shkollu sa ma shumë, me forcu ushtrin, policinë, randin dhe ligjin dhe kjo është krejt. Nuk ka patriot vetëm ai që ka luftu, patriot është me dash shtetin prej me gjithë ato që më shëdinë. Edhe me jetu këto, normalisht. Nikosisht duhet ju falenderoj ju Miranda, bashkë me mediumin Replik për iniciativen, për promovimin e vlerave të luftës, falenderit të respekt gjithë jetën. General, po të falenderoj shumë, ishte nder dhe kënaqësi. Merci, falenderit të jua. Miq të dashur, ne ishemi në episodin tjetër, gjithë mirat.